Përshëndetje të nderuar shikues të emisionit Startup. Sonte në kuadër të emisionit do të flasim për gjithë zhvillimet ekonomike në vendin ton gjatë vitit 2016, natyrisht të arriturat, vështërsitë, ngecjet të cilat i kemi pas dhe cilat do të ishin prioritetet për vitin 2017. Për këtë temë do të bisedojmë me mysafirët e ftuar në studio. Kështu në studio kemi zotin Nasmi Mustafa, ekonomist, natyrisht dekan në Kolegjin Globus. Mirë se erdhët zoti Mustafa. Mirë se u gjej. Kemi profesorin e ekonomisë, zotin Naim Gashi. Mirë se erdhët zoti Gashi. Kemi Agim Shahinin, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit. Mirë se erdhët zoti Shahini. Mirë se u gjej. Kemi zonjën Edona Kurtolli, eksperte për zhvillim të sektorit privat në zyren për sfidat e mijëvjeçarit. Mirë se erdhët Edona. Mirë se u gjeta. Kemi Bashkim Osmanin, prodhues dhe drejtues i kompanisë prodhimit të lëngjeve Dona. Mirë se erdhët zoti Osmani. Faleminderit që jeni mysafir sonte. Diskutojmë natyrisht për gjithë zhvillimin ekonomik në vendin tonë dhe zoti Mustafa, këtë temë do ta fillojmë me ju natyrisht një rezume të gjithë këtij viti nga këndi juaj, si e shihni, si është zhvilluar ekonomia gjatë këtij viti në vendin tonë? S'pari kërkoj falje se vitet nuk janë të ndara me mure, por e kanë një me quajt vazhdimsi dhe për me folë për të arriturat në një vit në zhvillim ekonomik, është shumë vështirë të bëhet një rezume dhe një vlerësim real duke mos e parë çka edhe ka ndikuar në rezultatet e këtij viti. Është emision i dedikuar për vitin 2016, por shumë gjëra lidhen që nga tamam, ju pequ një startup, me përkthyen këtë gjuhën tonë të popullit do të thotë me filloja, është dashur qysh nga viti 1999 të mendohet dhe të fillohet. Kanë kaluar shumë gjëra të cilat shprehen edhe sot në rezultatet jo vetëm këtij viti, por edhe të vitit të ardhshëm në përgjithësi. S'pari, shumë shkurt, një strukturë e cila ka qenë ekonomisë Kosovës, praktikisht në ardhen e unmikut, me mos pranimin e statusit të ndërmarrjeve shoqërore, me mos dhënien e të drejtës të dalin në treg dhe të shiqohet cilat janë ato që mund të zhvillohen, është humb një hap i madh dhe është hyrë në sfida tjera si ka qenë komercializimi dhe privatizimi, të cilat besoj që të gjithë e kanë një mendim se nuk i kanë dhënë ato rezultate të cilat janë prit dhe aty është humb një hap i madh i zhvillimit dhe tani është koha të mendohet ndryshe. Ta harrojmë të kaluarën, sepse edhe nëse e vajtojmë asgjë për asaj nuk kemi, të bëhet çka është baza tash dhe çka duhet për të ardhmen. Unë me ju thonë të drejtën, gjithkush e ka një mendim të vetin, por edhe viti 2016 nuk dallon shumë prej viteve të tjera dhe ishte dasht, kur është ai vit, a është 2017-shi, që të mendohet, tamam, të fillohet me një, mund ta quajmë si doni, zhvillim, strategji e cila mbështetet në ato çka është reale, duke filluar prej rrethonave ose mjedisit biznisor, si e quajnë, të brendshëm dhe të jashtëm, dhe të konkretizohet me një gjithashtu të themi strategji e cila i tregon cilat janë prioritetet, sa është fuqia zhvillimore e Kosovës, si duhet të mbështetemi në faktorët e jashtëm si janë investimet e përbashkëta dhe investimet e shtetit. Unë i quajnë të huaja, ato kur të vinë në Kosovë nuk janë të huaja, ato janë të këtij vendi, por me burim të jashtëm dhe shumë gjëra të cilat do të thotë kishte me fillue së mari në Kosovë një zhvillim ekonomik. Mund të themi që ndoshta disa dhëna statistikore të këtij viti e tregojnë pak një lule në pranverë, por me një lule nuk qel pranvera dhe duhet, unë po i quaj, të gjitha subjektet që janë jo vetëm kompetente, por edhe përgjegjëse për zhvillim të Kosovës,
që ate duhet t'ja fillojnë, duhet t'a bëjnë dhe ajo që bëhet do thot duhet edhe të realizohet. Kur përmendet disa të dhëna statistikore, konkretisht për çfarë keni fjalën, profesor? Po shiqoni tash, statistika është, me thonë një farthonje popullore, thonë është gjysa e vërtetës edhe gjysa e pavërtetës. Merrni lirisht shembull çështjen e pulsimit. Ka thënie nga zyrtarë që është bërë pak një përmirësim, një zbutje. Unë nuk mendoj, sepse në vit, çdo vit, prej moshës 17 vjeçare në moshën 18 vjeçare kalojnë dikun në 29.000 deri në 30.000 tri. Sa punësohen për tyre, qoftë në aspektin e vetë punësimit, qoftë në aspektin tjetër, është një numër shumë i vogël në krahasim me këtë grup moshë që kalojnë në aftësi punuese. Shumë zone këtë numër që mbetet me 10 vite dhe atëherë del një kontingent i trive, i pa angazhuem, i cili mund të shndrohet edhe në diçka tjetër. Unë nuk jam për aso, si me thonë, varianta të flas, por në aspektin ekonomik është i pa zhvilluar dhe më duhet vetëm të përmendi, në vitin 2000, një truez ku ishin edhe disa të jashtëm, unë pa të thonë, ju keni arë me një strategji, Kosova nuk ka strategji, por këte që ju pe prezentoni, një ditë Kosova vetëm do të eksportoj mish gjallë, 3 për Evropë tjetër kun, por jo edhe atë çka duhet me eksportu. Prandaj është mëkat gjuna si doni ta quani që 3 ton sot me një strukturë që nuk e ka asnjë shtet me këtë moshë në Evropë, mos ta shohin një perspektivë të zhvillimit në vendin e Kosovës. Duhet me qenë real, të gjithë nuk mundën më punësu në Kosovë, por edhe ata që shkojnë jashtë duhet me qenë të aftësuar dhe t'jenë konkurent edhe Gjermanit, edhe Italianit, edhe Francezit, dhe ajo është një kontribut me quhet zhvillimor i një angazhimi të resursit human, burimit njerëzor, sepse Kosova ka shumë resurse, por për mua më i rëndësishmi, më i begatshmi dhe që mbështetet zhvillimi gjithmonë në te është të rritë struktura e tyre. Në këtë strukturë mund të marrim shembullin e Japonisë. Prej vitit 1945 e tutje dhe e shiqoni ku kanë arrit. S'mundot Kosova me qenë gjithashtu një bërtham zhvillimore shumë e rëndësishme, jo vetëm për veti, edhe për të tjerë. Kërkoj falje, u mora ndoshta pak kohë Jo, ma tepër. absolutisht është shumë i rëndësishëm mendimi juaj, profesor, por zoti Gashi edhe nga këndi juaj dëshiroj të marrë një vlerësim në aspektin e zhvillimit ekonomik gjatë vitit 2016. Si e keni parë ju këtë? Po viti 2016 ka pas një kontinuitet të përgjithshëm zhvillimeve makroekonomike në përgjithësi, mirë po na zhgënjen fakti që ende agenda politike në Kosovë është jashtëzakonisht e fuqishme dhe nuk po i krijon hapësirë që kjo shoqëri dhe ky shtet merret me vetveten, fakt merret me zhvillimin ekonomik. Ne jemi dëshmitar të gjithë, mendoj që pajtohemi që problemi kryesor i Kosovës është zhvillimi dhe punësimi. Këto janë dy problemet kryesore me të cilat ballafaqohet, mirë po nëse shkojmë në Parlamentin e Kosovës, shohim se atje nuk janë këto dy probleme, atje janë demarkacioni, asociacioni dhe plot sene tjera, mirë po në fakt institucioni më i lartë i shtetit dhe institucione tjera që burojnë nga Parlamenti nuk po merren me problemet vërteta reale me të cilat ballafaqohet kjo shoqëri, dhe këto janë zhvillimi dhe punësimi. Sa i përket ecurive makroekonomike të vitit 2016, pajtuam me atë që tha profesor Mustafa se ekonomia është diçka e cila shkon gjithmonë në vazhdimsi, edhe rritja ekonomike e quajmë rritjen afatgjatë të GDP-s. Domethënë, nëse rritemi ne për një vit ose kemi rënje, atëherë nuk është as rënje as rritje, mirë po rritja afatgjatë e GDP-s, tek atëherë themi se kemi rritje ekonomike. Dhe ajo rritja afatgjatë duhet të jetë 3, 5 edhe 10 vite. Sa i përket ecurive makroekonomike, mendoj se duhet bazohem në 2 raporte kredibile ndërkombëtare, siç është Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore, të cilat parashohin se në Kosovë gjatë vitit 2016 do të ketë një rritje 4%.
Unë mendoj se kjo rritje është e mirë, po nuk është e mjaftueshme nëse marrim parasysh kontingjentin e trive që për çdo vit futet në tregun e punës. Në fakt, rritja 4% do dyfishohej të paktën për të absorbuar kontingjentin e trive që futen në tregun e punës dhe për të frenuar, jo për të luftuar, po vetëm për të frenuar papunësinë. Dhe tek atëherë do të mund të mendonim se si do ta ulim papunësinë. Një fakt shqetësues është se ende varëshmëria e produktit brendshëm brut në Kosovë varet nga importi dhe konsumi luan një rol jetik në mbushjen e arkës shtetit nëpërmes hyrjes së mallrave në pika doganore, ndërsa eksporti ende nuk po e gjen veten. Kur flasim te eksporti, unë mendoj se ne fillimisht si shtet dhe shoqëri, përgjithësi edhe sektori ekonomisë, duhet fuqizohemi që ne fillimisht me prodhimtarinë e brendshme, kur flas për prodhimtarinë, flas edhe për shërbimet, provojmë që t'i plotësojmë nevojat e brendshme të cilat i kemi dhe tek më pastaj të shikojmë të eksportojmë. Mos të harrojmë se në Kosovë brenda një viti importohen dikon rreth 100 milion euro produkte të qumshtit, çka unë mendoj se Kosova ka kapacitete jo për ta mbuluar 100%, se asnjë vend botë nuk i mbulon nevojat e veta 100%, mirë po që të ketë një rritje të mbulueshmërisë së konsumit vendor me prodhime vendore. Unë, sa i përket politikave makroekonomike, mendoj se është bërë ajo që tha profesori një lule në fillim pranverës, reformat fiskale kanë filluar që pak t'ia lshojnë frymën biznesit, por janë të pamjaftueshme, duhet vazhdojnë edhe në të ardhmen, dhe ato të cilat ne i përmendim vazhdimisht është që përfundimisht duhet të hiqen barrierat për importin e teknologjive dhe dijeve ose know-how, siç e quajmë, mandej për marrjen e patentave, licencave të ndryshme nga prodhuesit e ndryshëm ndërkombëtar, mirë po ne duhet fillojmë gradualisht të bëhemi konkurrent me vendet e rajonit për të inkurajuar ato investime të cilat i quajmë të jashtme në Kosovë nëpërmjet politikave tona fiskale, dhe këtu duhet fillohet me pushime tatimore, sepse vendet tona fqinje i kanë ata të cilët i punësojnë 50 dhe 100 punëtor për një periudhë 1, 2 deri në 3 vjeçare, pushojnë pagesën e tatimeve, që është një element shumë inkurajues për të inkurajuar kapitalin e jashtëm që të vijë dhe të investohet në Kosovë. Përveç kapitalit, unë mendoj se një problem kryesor është edhe imazhi i shtetit, i cili fatkeqësisht nga klasa politike vazhdimisht dërgohen lajme në arenën ndërkombëtare, lajme të këqija për zhvillimet e brendshme politike në Kosovë, të cilat në fakt po e diskreditojnë komplet komunitetin e biznesit Kosovë, mirë po edhe po i bojnë të pafavorshme plasimin e produkteve dhe shërbimeve tona në tregjet e jashtme. Zoti Shahini, kur flasim nga këndi aleancës kosovare të bizneseve, si e shihni ju zhvillimin e bizneseve apo përkrahjen që kanë pasur ato gjatë këtij viti që po e lëm pas? Viti 2016 për Aleancën e Biznesit ka qenë një vit i parashikuar në fund të vitit 2015 dhe kemi dhënë një seri rekomandimesh se çka do të ndodhë, si do të ndodhë parashikimet tona që kanë shku përtej parashikimeve tona në keqësimin e ekonomisë së vendit, në kuptimin që përkundër gjitha raporteve ndërkombëtare që vinë Kosovën e rëngojnë jo mirë, edhe në aspekt ekonomik edhe politik, edhe ato integrues, ne kemi ngecë edhe në aspektin e punësimeve, të cilat të rive dhe kontingent të ri duhet të presin më shumë se gjys gjenerate për të u punësue. Kjo është një shqetësim i madh dhe kjo është një dekurajim i të rinjve, se ata duhet të presin shumë për të punësuar. Rritjet ekonomike në Kosovë që janë pozitive, nuk janë të mjaftueshme, nuk janë ato që e zbut varfrinë. Varfria në Kosovë është, e dini që është tepër prezente, pakënaqësitë sociale në Kosovë janë tepër prezente, dhe gjithë kjo ne shohim te kalimin e këtyre krizave përmes rritjes së zhvillimit ekonomik të vendit, përmes fuqizimit të sektorit privat, përmes fuqizimit të sektorit prodhues, i cili ka mbet anash ka shi sektorëve të tjerë, dhe kjo falë
politikave të këqija që vazhdimisht ka pas sektori prodhues. Në vitin e kaluar është bërë një reformë e theksuar, por jo e domosdoshme dhe jo e mjaftueshme. Dhe kjo nuk ka arritur që prodhimi të rritet. Nuk kemi një rritje cila i fakturohet më shumë sektori dhe investimeve kapitalin publik, por sektori privat mbetet ende shumë mbrapa. Prandaj, ky vit ka mbetë mbrapa agjendes politike, që është një pjesë të madhe ka marrë dialogu me Serbinë, e që në shumicën e rasteve ka pas stagnim ekonomik. Një kohë gjatë në Kosovë është kaluar në parlament përmes gazit, tymit dhe pakënaqësive të ndryshme që janë promovuar si pengesa për investimet e huaja. Ne kemi këtë vit investime më të ulta në krahasim në 2 vitet e kaluara dhe kemi rreth 40% investime më pak. Kjo është një shqetësim dhe këtu më ne lind dyshimi se nëse kemi investime 40% të huaja më pak, si mund të kemi rritje kur ato kanë ardhur ato. Dhe këtu del se kjo rritje është nga sektori publik dhe investimet kapitale. Çështja tjetër, një kohë të gjatë tash kur Kosova nuk ka pas një ligj për investime strategjike, Kosova në fund të bëri këtë ligj, por rezultatet e saj priten në vitet e ardhshme, por prapë ky ligj nuk do të jetë ai që do t'i kënaq të gjithë investitorët dhe do t'i mbulon kërkesat e tyre, por duhen edhe akte të tjera në ligjore dhe rregullore të tjera që do të hap dyert investitorëve, qoftë vendor apo të huaj. Ne mendojmë që edhe rrugës drejt integrimit Kosova ka mbetë mbrapa, i vetmi shtet që nuk lëviz lirë shumë dhe kushtet që tashmë janë publike, pothuajse këto kushte, sidomos për demarkacion, nuk ka qenë një kusht që faktori ndërkombëtar i ka qitë Kosovës, por institucionet shtetërore të Kosovës, qeveria e Kosovës duke tentu ta frikson opozitën që është një kusht dhe ajo me vërtet tani u bë kusht demarkacionit dhe kjo është një pengesë sepse për herë të parë pengohet një shtet të integrohet për shkak demarkacionit sepse ka çështje të hapura me shumë shtete dhe integrimi ka vazhduar. Ato mund të zgjedhen në forma të arbitrazhit dhe kjo në Kosovë nuk po ndodh. Çështja tjetër që ka mbetë është veriu i Kosovës, asociacioni i saj, i cili Serbia me çdo kusht po tenton të promovon në vend që nuk e ka njohur Kosovën dhe këtu kemi ngecje të njohjeve të Kosovës si problemi i Kosovës që është e brendshme e Serbisë. Kjo tek disa shtete ka ndikuar që të promovon se Kosova është një vend jo i sigurt për investime. Çështjen e ngritjes së imazhit Kosova dhe institucionet e Kosovës kanë bërë pak në këtë vit, e që do duhet të përmirësojnë vitin e ardhshëm, që Kosova të promovohet jo vetëm në ato vende ku ka raporte politike dhe ekonomike të mira, por edhe në ato vende ku tenton të merr njohje nga to. Ta marrim shembull në disa vende të Bashkimit Evropian që Kosova pothuajse nuk bën asnjë lëvizje as ekonomike as politike e që janë tepër të rëndësishme. Kurse çështja e promovimit të potencialeve ekonomike, siç u tha më herët, potencialet e kapaciteteve të rinisë tonë, të cilat për çdo ditë janë duke ofsuar për treg të punës, njohin më shumë se 2-3 gjuhë të huaja, IT-n e njohin mirë, për ta është hap një mundësi që përmes disa shërbimeve të punësohen, por ne mendojmë se Kosovës i mungon një strategji kombëtare, ajo strategji kombëtare që e nxjerr Kosovën me gjithë këtë fuqi që ka për ta futur në veprim, në shërbim të qytetarit vetë, shërbim të biznesit dhe të hapet perspektiva që të rinjt tonë
mos të kenë në mendje vetëm largimin nga Kosova, por të kenë në mendje që mund të punësohen Kosovë dhe të kenë një jetë të mirë. Më të mirë këtu, sigurisht, se sa të mendojnë gjithmonë vetëm të kalojnë kufinin dhe gjenë jetë më të mirë jashtë vendit ku janë lindur dhe rritur natyrisht. Edona, sigurisht që dëshiroj të marrë një mendim edhe nga ju, sidomos për sektorin private, njihni shumë mirë edhe ju pjesën e zhvillimit sektorit privat, për të kaluar pastaj edhe tek sfidat e mijëvjeçarit, të cilat natyrisht ju si zyre jeni të ngarkuar me këtë detyrë. Si është vlerësimi juaj në zhvillimin e sektorit privat për vitin 2016? Më duhet mu lidh me që ka thamë profesorit ma herët, është vështirë mu bo një shkëputje prej viteve para prake, me qenë se shikohen aspektet se sa bizneset reja kanë fillu operimin e tyre gjatë viteve, dhe sa prej tyre dhe janë mbyllë. Përgjithsisht, ne kemi pasur edhe probleme me statistika, me ditë saksisht qysh me matë këtë element, mirë po duke pa që ka zhvillime sidomos përmes edhe remitancave, po përmes edhe ndihmesave të shumta donatorëve, kom pa që ka pak përparim, sidomos në aspektin e përpunimit të ushqimit. Ka do të thotë organizatat ndryshme ndërkombëtare dhe donatorët ndryshëm, të cilët përmes strategjive tyre mundohen ju ndihmu bizneseve qoftë fillestare, qoftë atyre në vazhdim, për të përmirësu linjat e tyre të prodhimit dhe për të përmirësu produktet e tyre në mënyrë që të gjenerojnë sa më shumë të ardhuna edhe të krijojnë vende të reja të punës, cilat mendoj që janë elementet kyçe për zhvillimin e një vendi. Që është më rëndësi është që mjedisi biznesit të jetë i favorshëm qoftë për bizneset vendore, po edhe për ato të hujat. Kur them mjedisi biznesit, mendoj për vetë mjetet të cilat e lejojnë një biznes që të filloj operimin në Kosovë pa ndonjë pengesë madhore. Qoftë ajo pengesë nga ana shtetërore, sa i përket dokumenteve apo setupit fillestar, qofshin edhe pengesa tjera, për shembull në formën e gjetjes së fuqisë punëtore. Do të thotë, neve si Kosovë na vjen një shembull, një kompani e madhe e cila hyn në Kosovë pa ndonjë pengesë dhe që ju jap të paktën shpresë të rinjve që sapo diplomohen, që në vendin tonë po ka zhvillime dhe po hapen vende të reja të punës që mujnë mi absorbu kapacitetet e vendit tonë. Dhe kjo duhet mu bo patjetër me ndihmën e shtyllave kyçe shtetërore që e kanë me një farë forme për detyrë me e bo vendin tonë sa më atraktiv për investitor, qoftë për shembull përmes kampanjave të ndryshme, siç tha edhe zoti Shahini, që jo thjesht me qenë një kampanjë që thotë na jemi Kosova, jemi këtu dhe kaq, mirë, po me qenë diçka e mirëfillt, për shembull e thurur pikërisht për një shtet përkatës. Ne jemi Kosovë, i kemi këto kushte, po i ofrojmë këto gjana e janë dhe investoni në vendin tonë. Mendoj që kjo kishte me qenë ajo që është desht më bo, jo vetëm 2016, por edhe ma herët, në mënyrë që me pas një farë lloje të kontinuitetit të aktiviteteve, në mënyrë që me arrit një rritje të GDP-s shumë a shumë se 4%, sepse është ma e nevojshme për vendin tonë në mënyrë që me pas qarkullim të paras dhe krijim të vendeve të reja të punës. Sa i përket sfidave të mijëvjeçarit apo MCC-s, MCC-a është agencion federal amerikan i cili operon në rreth nduket 30 vendet botës. Na jemi një ekip prej 9 personave që tani më punojmë në zyrën për sfidat e mijëvjeçarit. Unë kam fillu punën që një muaj e pak ditë, andaj detalet edhe termet ende nuk po dimi për që ju presin juve në kuadër të realizimit sfidave të mijëvjeçarit për vendin tonë? Atëherë, na si zyre për sfidat e mijëvjeçarit fillimisht jemi tu punu në përpilimin e dokumenteve të analizës së problemeve. Janë disa probleme themelore që zakonisht dalin në këto analiza, jo vetëm prej nesh, po edhe analiza cilat i ka bo USAID në të kaluarën. Për shembull, mungesa e energjisë elektrike, problemet me ambient, me reciklim, probleme në qasje në financa, do të thotë,
Probleme tipike cilat i kanë vendet në zhvillim. Pas janë analizu gjitha këto pengesa apo barjera, Zyrja e MCC-s me bazë në Washington në bashkëpunim me ekipin tonë, jemi përqëndru në 3 sfera kryesore në cilat do të punojmë. Ajo është furnizimi Kosovës me energji të mjaftueshme, e dyta është ambiente, sidomos tani që kemi këtë problemin masiv me ajër, si dhe sundimi i ligjit, fuqizimi i sundimit ligjit. Temë transversale dhe gjithë përfshirëse, gjithashtu do tjetë edhe pjesëmarrja e grave në fuqinë punëtore, si dhe gjithë përfshirja sociale, si që kanë edhe projekte tjera. Tani na jemi në nivelin e pregaditjeve të projekteve dhe po shpresojmë që përmes këtyre projekteve do të ketë përfshirje maksimale të sektorit privat, në mënyrë që të ketë një farë lloj stimulimi apo injeksioni për të fillu aktivitete biznesore cilat sjellin para dhe sjellin punësim. Do të ishte një hap i mirë, sidomos në këtë aspektin e ndihmës së sektorit privat. Kemi këtu edhe prodhuesin Bashkim Osmani, i cili sigurisht nga afër, nga detyrat që ka dhe obligimet e cilat i ka nga kompania e prodhimit të lëngjeve, mund të na tregoni zoti Osmani se cilat kanë qenë vështirësitë më të mëdha për ju për të bërë biznes gjatë këtij viti. Unë po ndalem gjithmonë në vitin 2016, edhe pse gjithë e dim sepse barjerat dhe vështirësitë na shoqërojnë ndër vite. Unë kisha me thonë që vështirësitë nuk janë veç vitit 2016, ato neve na përcjellin qysh prej fillimit apo më njëherë në periudhën mas lufte, edhe unë e them shumë qartë që me qenë prodhues në Kosovë është një privilegje e madhe. Njëkohësisht edhe është sakrificë, të morë parasysh, dhe më thonë është privilegj në aspektin e asaj se jeni krijimtar, po krijon prodhim vendor, po i furnizon qytetarët tanë me prodhime vendore, po ndikon në gjendjen e tyre materiale dhe sociale, po ndikon në buxhetin e Kosovës, po ndikon praktikisht, po gjeneron vende të reja të punës, dhe praktikisht po ndikon në zhvillimin ekonomik Kosovës. Është sfidë e madhe, është pesimizëm i madh dhe skepticizëm i madh të marrë parasysh që ne kemi filluar gjithçka prej zerës. Ka munguar infrastruktura, ka munguar energjia elektrike, ka munguar gjithçka që është dashur të jetë asistencë e një prodhuesi. Përveç këtyre, pengesat kryesore kanë qenë kredit komerciale. Ne kemi absorbu, kemi marrë kredi në emër të investimeve, në emër të zhvillimit, ato kredi gjitha kanë qenë kredi komerciale me komata shumë të larta që nuk ja ka dalë dot prodhimin këtë rast. Përveç gjitha këtyre vështirësive, ne kemi arritë të i kalojmë të fazat emergjente të quaj, fazat primare, fillestare. Ne sot identifikohemi në tregun vendor si prodhues serioz, po flas në aspekt general për gjithë sektorin tem që mbuloj. Dhe në kuadër kësaj, ne sot fal konsumatorëve tanë, fal punës tonë të palodhshme, fal cilësisë, kualitetit, standardeve ndërkombëtare që i kemi implementuar ka herë, sot prodhimet tona konsumohen në aspekt general, po flas mbi 65% në tregun kosovar. Po jo vetëm në tregun kosovar, ne kemi arrit që të depërtojmë edhe në tregun e Ballkanit, në tregun rajonal, po edhe ato evropian. Po problemet kryesore që kisha me i veçu kanë qenë këto, më thonë, në vija trasha, politikat fiskale, që vazhdimisht ta kanë mungu, stimulimi, subvencionet, energjia elektrike edhe kredit në vija trasha, përveç problemeve tjera të ndryshme. Pozitive e vitit 2016 ka qenë politikat fiskale që janë apliku prej vitit kaluar, në shtator vitit kaluar. Ato e kanë bërë një hap të madh pozitiv, sepse ne vazhdimisht prej vitit 2000 paguajmë TVSH edhe doganën kufi, dhe për me siguru një lëndë parë një repromaterial, është dash 6 muaj deri 9 muaj përpara të parapaguhet në kufi. Për këto probleme shteti nuk ka bajt hallin ta quaj ashtu, sepse ne është dash atë lëndë parë mi përpunu, mi finalizue si produkt final, mi destinu në treg, mi dhonë me një afat caktuar pagese, dhe kjo ka qenë një periudhë shumë e vështirë që neve në kompani tona ka pas mungesë të mjeteve xhiruese. Tash me këtë politikë që me këtë pakot të re fiskale na ka ndihmuar shumë, sepse tash nuk i paguajmë të detyrime,
po i paguajmë në dalje kur ai produkt destinohet në treg. Po, zoti Osmani, në cilat vende ju eksportoni prodhimet e juaja? Ne momentalisht eksportojmë shumicën e vendeve të Ballkanit përveç Serbisë. Eksportojmë në disa vende të Bashkimit Evropian, po edhe në lindjet mesme. Dhe muj me thonë lirshëm që mbi 30% e prodhimit të gjithë mbarshëm në fabrikën tonë shkon në eksport. Po, ndërsa tregun vendor, sa përqen arrini ta mbuloni? Mendojmë që mbi 30% e mbulojmë tregun vendor. Mbi 30% arrini ta mbuloni, po. Zoti Shahini, një çështje tjetër që duhet diskutuar muaj më parë, apo të themi ditë më parë, si çështje keni ngritur edhe shqetësimin e juaj si drejtuesi i Aleancës Bizneseve, sepse rreth 2000 biznese, ndoshta edhe më shumë thuhet që janë mbyllur gjatë këtij viti. Pikrisht gjitha këto që i diskutuam më herët rreth rritjes, ne duhet të ndalim sepse Aleanca e Biznesit vazhdimisht edhe prononcimet publike edhe hulumtimet i bën në bazë të analizës SWOT, cilat janë përparësitë e Kosovës dhe cilat janë mangësitë e saj dhe dobësitë e saj. Nis nga kjo, në këtë vit, ta marrim shembull, ka filluar zbatimi me SOAS, që është një arritur për ekonominë e vendit, për prodhues vendor, e që i hap një perspektivë eksportit vendor, por në anën tjetër e hap një konkurrencë më tashpër në tregun e Kosovës, gjë që këto kanë rezultuar që në Kosovë të preken disa biznese, qoftë nga informaliteti i cili është prezent në Kosovë dhe Banka Botërore thotë që këtë vit është rrit mbi 35%. Qoftë e që është i rritur me drejt për drejt me fiskalizimin në Kosovë këtë vit pothuajse ka pas ngecje dhe nuk kemi arrit ende të fiskalizojmë dhe të barazojmë kompanit në treg ato që shërbejnë dhe politikat kreditore të cilat kanë qenë të shtrejta përkundër që ka pasë ullje të interesit, në krahasim me vende tjera që korporatët e ndryshme dhe kompanitë e ndryshme kanë treg Kosovën. Ne kemi pas një trend të rritjes të hyrave apo të hyrave kompanive të reja që hyrën në treg të Kosovës, e që relativisht është i njëjtë, por shqetësimi është më i madh trendi i rritjes së mbylljes së bizneseve. Aktualisht mbi 2200 biznese janë të mbyllura në këtë vit. Shkaqet e tyre janë ende të panjohura, por parafërsisht janë këto që ne i potencuam më herët. Dhe kjo është një shqetësim, sepse një biznes i ri kur të hapet ai dihet se e merr një kohë deri aja të fillon punën. Dhe kjo është një shqetësim për vetë institucionet e Kosovës që nuk kanë bërë diçka dhe nuk e ndin veten të shqetësuar më duket, po ne si Aleancë e Biznesit e ndin veten sepse ato biznese dikur kanë pas një qarkullim, kanë pas një punësim, kanë pas një aktivitet dhe tash ato nuk ekzistojnë. Përderisa biznes të reja në momentin kur aja hapet, sipas ligjeve aktuale, aja në momentin kur aja hapet, nga ajo ditë fillojnë detyrimet e tyre tatimore për to. Që është një ngarkesë sigurisht. Është një ngarkesë tepër e lartë, është një ngarkesë sepse aja nuk e din se çka do të ndodhë nëse është hapur në fillim të vitit, nuk e din çka do të ndodhë në fund vitit. Dhe aja nëse nuk e ka parashikuar se çka do të ndodhë, aja do të ndëshkohet. Gjë që asnjë vend këto politika nuk aplikohen, përpos në Kosovë. Kjo e bën që përkundër reformave, përkundër publikimeve për të bërë biznes që Kosova po avancon, Kosova ka avancuar në regjistrim të bizneseve. Dhe kjo është një arritur. Ne nuk duhet ta mohojmë ndër, por në momentin kur zhvillimi i tyre është një pengesë. Zhvillimi i tyre është një pengesë dhe kjo pengesë po reflekton drejt për drejti në papunësinë e Kosovës. Ne në Kosovë mungojnë statistikat. Ato që ka vetë profesori e tha ma herët, statistikat janë gjysmë e vërteta dhe gjysmë jo vërtet. Ne nuk e dimi ende në Kosovë se sakt sa është papunësia në Kosovë.
nëse ditë më herët zyrtarët shtetënorë deklarojnë se është ullë papunësia në 26.6, atëherë ne duhet të dimi se ku janë punësu këta njerëz. Kur një vit më herët ishte 33% si pas statistika, gjithmonë po flas. Ku janë punësu këta njerëz dhe po të ishe punësu këta njerëzi, ne do të punësonëm me 10.000 të ri. Prandaj, mungesa e statistikave neve na bën që edhe të ke mungesë të strategjisë, se si t'i qasimi problemit. Ose shpesh statistikat kur dalin për dëshirë të sponsorusit, për t'i nxjerrë statistikat dhe ato nuk janë të besueshme. Ne kënaqemi disa statistika që jepen për të mirë, por jo ato reale, dhe kjo e maskon e tërë gjendjen ekonomike që është në vend. Ne mendojmë që ekonomia e vendit mund të rritet, ka potencial. Tek bizneset ekziston ai shpirti ndërmars dhe gatishmëria e tyre që edhe më tuti të shkojnë me investime të reja, të gjejnë bashkë investitor, po në anën tjetër gjithmonë kërkohet që të jenë të barabartë në treg. Dhe kjo pabarazi ekziston në Kosovë. Ekziston në Kosovë se informaliteti është një kancer i shoqërisë dhe kjo ekziston në Kosovë dhe është në trend të rritjes. Kjo ende nuk ka ndonjë luftë drejt për drejti me ta. Ekziston varfëria dhe lufta kundër varfërisë ajo duhet të shpallë shteti. Dhe për të shpallë një luftë kundër varfërisë duhet që të shpallë një strategji zhvillimore dhe kjo neve po na mungon. Prandaj ne nuk duhet të kënaqemi se e kemi një rritje 3 apo 4%, sepse gjithë GDP-ja e shtetit Kosovës është tepër i vogël dhe ajo nuk vrehet. Paramendoni në një shtet të zhvilluar që Gjermania me pas një rritje 3-4% çka kishte më ndodhur atje. Rritja në Kosovë çfarë do të jetë? Është e padukshme derisa nuk i afrohet dikon mbi 8%. Dhe nëse do t'i afrohet mbi 8, atëherë do të fillon ta vrejnë qytetari se po. Kur do të mund të arrijmë ne këtë 8%? Sipas analizave të Aleancës Biznesit, kjo mund të arrihet, por do duhet edhe një kohë gjatë, sepse një qeveri e cila e ka ofër ekspertin, e ka ofër profesorin, inxhinierin, e ka ofër biznismenin, e ka gjithë këto qytetarin e vetë dhe diskuton me ta, e gjen formulën. Problemi është të gjendet formula dhe në Kosovë ende nuk po tenton kërkush ta gjen këtë formulë. Por secili që vjen aty mendon që si të kryj mandatin e vet. Dhe nuk është e mjaftueshme të thotë një institucion shtetënor, qoftë nivel lokal apo qoftë nivel qendror, që të thotë po ne nuk jemi të korruptuar. Asgjë nuk është e mirë nëse asgjë nuk lëviz. Diçka që nuk lëviz ajo prishet. Diçka çka duhet lëviz e nuk ka kusht e lëviz, atëherë duhet të ndryshojnë gjendja në treg. Zoti Mustafa, kur flasim për ndonjë segment në të cilin shifet që ndoshta është punuar apo janë shënuar rezultate, ka diçka që ju keni parë në këtë aspekt që janë shënuar rezultate gjatë këtij viti? Do të thotë mos me shiqu veç bardhëzi, po edhe pak në Ndoshta mund veçojmë edhe diçka që duhet të themi që janë shënuar rezultate. Nuk jam pesimist, por gjithmonë mundohem me shique me një proaktivitet dhe me një realitet. Por kur ti qet njeriu në peshoj tash rezultatet dhe gjendja e cila është, vështirë është me nxjerr, si më thonë, një përfundim që të kënaq në përgjithësi. Dhe këtu u bo një bisedë për mua mjaft e mirë, shumë segmente të cilat u cekën, të cilat kuptohet në qoftë se kemi edhe të dhëna, që është krejt një tjetër ambient për diskutim,
për shembull profesori përmendi, agenda politike është e fortë dhe nuk i lën vend agendës ekonomike ose zhvillimit ekonomik. Shiqoni, sistemi ekonomik është i mvarur prej sistemit politik. E dyta, prej me i quajt ato që janë ndikuese, duhet të shiqohen në kuptimin e zhvillimit ekonomik, çka është filozofia e kapitalit. Thuhet, kapitali duron rrezik komercial, por nuk duron rrezik jo komercial. Sepse kapitali don profit, fitim, nëse këtu ka tjera rreziqe, vështirë vendos pronari ati kapitalit me ardhë në Kosovë. Ose merë në shembull në bankës botërore, ose të Bergjit, ose të klubeve si quhen të bankave të ndryshme si është i Parisit e tjera. Çka kanë bërë për zhvillim të prodhimit në Kosovë? Me rezerva të mëdha edhe flasin. Vinë në biseda, por vendimet nuk i marrin. Por, pa marrë parasysh, nëse marrin disa rezultate në bujqësi që kanë qenë 2 vitet e kalume edhe në këtë vit. Nëse shiqojmë me një pozitivitet çështjen e ligjit pi trepçën, edhe pse ajo është vetëm ligj dhe ende asgjë nuk tregon çka dhe si duhet të shkohet më tutje. Këtu folëm për një me quajt projekcion zhvillimor afatgjatë. Thuhet 5 vite, 10 vite, po trepça pa një strategji zhvillimore 30 deri në 50 vite, çka në trepç duhet me zhvillue që tjetë në dobi të kësaj Kosove, unë mendoj që janë të gjitha disa vetëm segmente shumë të vogla që dalin dhe shifën disa gjëra që kanë mundësi, si ku ligji mbi trepçën, edhe pse ka pas dallime në mendime a duhet të jetë ndërmarrje publike apo nuk duhet të jetë, ajo krejt është një bazë që mund të shkoj përpara në përgjithësi. Dhe në qoftë se edhe disa trende për cilat folëm e shiqojmë statistikën pa hy më tutje në detale, janë disa primesa, segmenta, ashtu si po i quajnë, që tregojnë pak një pequj zbutje të disa gjanave, por ndonjë zhvillim, unë në qoftë se e thamë profesionalisht bie në provim, sepse zhvillimi ekonomik nuk shiqohet vetëm me normë të zhvillimit, kur themi 4%, sepse pra paksaj mbështet, spequj mveshët, por mshefët, çfarë baze po e merë për një 4%? Zhvillimi ekonomik që u përmendë në Gjermani edhe me 0,5%, është një zhvillimi hovshëm sepse e ka një start, një bazë, çka ajo do të thotë në çdo element. Te ne na mashtrojnë normat e zhvillimit, qofse thomi duhet të jetë kaq. Duhet të ketë një, sipas mendimit tim, një program afatgjatë. Dhe ai, sikur tash që po bisedojmë për vitin 2016, çdo vit duhet të menaxhohet, çka duhet të përparohet. Merrni politikat makroekonomike ose politikat publike, si quhen, po ato çdo vit duhet me shique çfarë efekti dhanë këtë vit dhe çka duhet të përparojmë për vitin ardhshëm, për me formue një ambient për biznis, sepse Kosova nuk ka tjetër rrugë përveç zhvillimit sektorit privat. Të gjitha tjerat mund të jenë vetëm pengesa. Dhe të gjitha këto mund të quhen, janë sinjale për një zhvillim i cili mund të jetë më i mirë, më i hovshëm dhe në një periudhë me quaj dinamike, sepse edhe pa një dinamizëm me hapat nga dalshëm Kosova nuk mund të arrin atë çka i nevojitet, do të thotë zhvillimi, dinamika, futja në një ta quajmë projekcion, ku nuk merrem më me gjana po më pëlqen mua ose s'po më pëlqen mua. Ato duhet të jenë jo vetëm transparente, por duhet të jenë edhe si me i quajt, ti pranoj ky ambient kosovar si një rrugë e mundshme e zhvillimit në të ardhmen. Për ndryshe, përsëri, nuk jam që të thëmë çka mund të krejt me ndodhë, por ne duhet të dim një i riu e ka një, si me thonë, ambient të vetin të brendshëm, e kryen
fakulteti përgatitet nuk sheh perspektiv të kyçjes, ju lutem, numrat pastaj rritën, formohet s'po duhet tjetër me quajt një masë kritike, që në qoftë se nuk menaxhohet mirë, mund të shpërthej dhe të bëhen gjëra të cilat atëhere është vonë me reagua se çka duhet Kosova të bëjë. Ka të ri, ka mjaft të ri që edhe janë të aftë për projekcione dhe duhet të shfrytëzohet ajo fuqi, ajo forcë në zhvillim të Kosovës. Zoti Mustafa, të gjithë natyrisht po e përmendim që është shumë e rëndësishme zhvillimi i sektorit privat për zhvillimin ekonomik të këtij vendi. Nga këndi juaj, sa e shihni ju se po përkrahet sektori privat në vendin tonë, që të fuqizohet, që të zhvillohet? Sektori privat, se është kompetent zoti Shahini të flas, duhet të krijohet ambient prej politikave makroekonomike, pastaj prej parlamentarizmit. Merë në kuvendin e Kosovës, sa ka hargjohë kohë me bisedu për zhvillim ekonomik 2016 edhe me çka është marrë krejt. Pastaj, prej asaj që kolegja i quajti gjithashtu sundimi i ligjit, do thotë zbatimi i ligjit. Dhe ka dhe shumë gjëra tjera, gjendja socio me quajt e popullsisë është shumë e rëndësishme. Sa është fuqia blerëse në treg për atë çka duhet me u prodhue dhe në qoftë se në Kosovë nuk mendohet të ndryshoj ky raport mes të importit dhe eksportit, unë mund të them, e kem pas mysafir në Kolegjin Globus, një profesor nga Fakulteti Ekonomik i Tiranës, i cili merret me makroekonomi, thotë unë kur erdha këtu, i pash këto raporte, tha, ekonomia e Kosovës dhe Kosova, tha, nuk është në, si me thonë, në prag të krizës, është në krizë të thellë që duhet të dalë prej kësaj, sepse ti importojsh 2 miliardë gjysë dhe të eksportojsh pikun 300-400 milion, shiqoni, shtin e këto në 10 vjeqar, 20 miliardë import, 3-4 miliardë eksport, janë gjëra shumë të kapshme edhe për ata që merren me analizat ma të zakonshme çka mund të ndodhë. Këto janë vetëm sinjale të cilat duhet të merren shumë në mënyrë alarmuese që mos ta shiqojmë vetëm zi këte çka deri tash është, por duhet të bëhet një kthes e cila nuk mund të bëhet as për 6 muaj, as për 1 vit, por duhet të fillojë dhe duhet të vazhdoj. Po, zoti Gashi, kur flasim për ndonjë segment në të cilin ju keni parë rezultate që këtij viti? Për mendimin tim, gjatë këtij viti ka ndodhur disa gjëra të mira sa i përket fushës ekonomisë. E para ka qenë mundësiat e cila na ka krijuar marrëveshja stabilizim asociimit, e cila në fakt e ka bë Kosovën pjesë integrale të tregut bashkimit evropian për 508 milion banorësh. Komuniteti i biznesit kanë pas me arsye, domthonë hamendësime dhe frikë se mos hapja tregut Kosovës po e sulmon në një farë forme me një konkurrencë të ashpër nga jashtë dhe po e dëmton sektorin privat. Mirë po me kalimin e kohës edhe këta jem bind për arsye se prodhimet vendore në Kosovë edhe ashtu jenë përballë me konkurrencën nga Bashkimi Evropian. Rreth 44% të prodhimeve të cilat tregtohen tregut brendshëm Kosovë vinë nga Bashkimi Evropian edhe para hyrjes në fuqi të MSA-s, dhe me hyrjen në fuqi të MSA-s, do të thonë vetëm një pjesa e taksës doganore për 10% u heqë dhe ajo nuk e ka pas efektin e vetë qysh në vitin e parë. Mirë po, në anën tjetër, eksportuesve kosovarë, siç është zotëria, ju kanë dhënë përparësi të mëdha për arsye se janë hap horizonte jashtëzakonisht të mëdha. Dhe çka ka tjetër përparësi marrëveshja stabilizim asociimi është shumë inkurajuese për tregjet jashtë Bashkimit Evropian. Ta zon për tregun amerikan, për tregun turk, për tregun aziatik, për arsye se me vetë faktin që ne jemi pjesë e tregut Bashkimit Evropian, ata mund vinë të prodhojnë ose të krijojnë shërbime në Kosovë dhe t'i plasojnë në tregjet e Bashkimit Evropian pa taksa doganore. Për mendimin tim mendoj se kjo ka qenë arritje e madhe. Një arritur pozitive mendoj ka qenë sa i përket politikave publike, racionalizimi i shpenzimeve buxhetore dhe rritja e buxhetit shtetit për 3 miliardë. Mirë po,
nëse themi nga ajo po krijon keqkuptime se po thuhet që 1 miliard buxheti i Kosovës po mbushet vetëm nga taksa doganore. Dhe këtu po bëhet një gabim i madh konceptual, për arsye se jo nga taksa doganore, por nga tatimet që mblidhen në pikat kufitare. Dhe Kosova është i vetmi vend në rajon i cili e mbledh TVSH-n në import në pikat kufitare. Dhe ajo atëherë po ne arrit neve në 1 miliard, do të thotë të hyrat që po i mbledhim në kufi. Përndryshe, do të thonë po t'ishte mbledh TVSH-ja brenda territorit Kosovës, çka mendoj se do duhet të ishte më mirë, për arsye se tatimi do duhet paguaj tek pasi që të shitej produkti, atëherë domethënë do ta shenim se nuk varet i tërë buxheti i Kosovës vetëm nga pikat kufitare. Nga ajo sa i përket efektit se apo zvoglohet apo po rritet papunësia dhe apo rriten apo po shuhen bizneset, unë mendoj se është edhe profesori dëshmitar, faktori kryesor i cili tregon rritjen ekonomike dhe fuqizimin e sektorit privat nuk është numri i ndërmarrjeve. Numri i ndërmarrjeve gjithkund bëhet, çdo ditë lindin dhe krijohen në fakt dhe shuhen biznese. Mirë po, ekonomisë një vend i intereson për shembull mund të jenë 2 ose 3 kompani të cilat shuhen dhe i kanë punësuar 10 punëtor dhe mund të krijohet një kompani e vetme e cila i punson 100 punëtor. Unë mendoj se janë 2 instrumente kryesore matëse, të cilat e matin se a kemi rritje ekonomike dhe a kemi luftim të papunësisë. Dhe ato instrumente janë rritja e GDP-s, domethënë e produktit brendshëm bruto ku përfshin konsumi, investimet, buxheti i shtetit, neto eksporti, domethënë eksporti minus importi, dhe statistikat e trustit të kursimeve pensionale, të cilat tregojnë se sa qytetarë në fakt janë punësuar ose janë larguar nga puna. Këtu mos harrojmë se ajo që përmendi zoti Shahini, ekonomia në të nxezë është jashtëzakonisht e madhe dhe këtë pranojnë edhe institucionet vendore dhe ndërkombëtare që 34% e ekonomisë Kosovë është ekonomi në të zezë. Dhe çka po ndodh kjo? Kjo ekonomi në fakt i deformon statistikat e papunësisë, për arsye se 34% të punëtorëve të cilët janë të punësuar në këtë sektor nuk janë të evidentuar si të punësuar. Ata në fakt janë të punësuar, marrin paga, mirë po nuk paguajnë kontribute dhe as tatime shtetit dhe në fakt statistikat i njohin si të papunë. Edhe në anën tjetër, duke punuar në të zezë, këta po e shkatërrojnë sektorin privat. Për arsye se po krijojnë pabarazin treg. Për arsye se një pjesë e kompanive, biznese vendore, të cilat i paguajnë taksa shtetit, ato janë më pak konkurrent në treg se ato të cilat punojnë në të zezë dhe nuk i paguajnë taksa shtetit. Për arsye se produkti ose shërbimi i tyre final ka një kosto më të ulët në krahasim me ata të cilat i paguajnë. Dhe unë mendoj ta shtrohet pyetja se ajo që po e përmend vazhdimisht profesori se si duhet fillohet. Unë mendoj se sektori privat Kosovë vuan shumë nga pabarazia në treg. Ne gjithë jemi dëshmitarë edhe në këtë studio, edhe audienca që po na shikon se në Kosovë ka kompani të privilegjuara, ka prodhues të privilegjuar, ka punëmarrës punëve publike të privilegjuar. Nuk janë të barabartë në treg. Dhe çka po ndodh? Përderisa ne nuk krijojmë barazi në treg, po barazi të mirëfillt në treg, nuk mund të pretendojmë për rritje afatgjate ekonomike. Fatkeqësisht, punëdhënësi kryesor në Kosovë, kapitali kryesor është kapitali shtetit. Këto punë të cilat i kryen shteti. Dhe fatkeqësisht, jo kompanitë të cilat janë më konkurrente, më efikase, kanë personel të kualifikuar, janë të favorizuara në treg. Fatkeqësisht nuk është kështu. Dhe pabarazia në treg po ju pamundson bizneseve të reja dhe të shëndosha që nëpërmes konkurrencës mirëfillt të deportojnë në treg, të rriten, të zhvillohen dhe të zgjerohen. Përderisa ato po kanë pamundësi zhvillimi dhe zgjerimi në tregun e brendshëm, si të mund pretendojmë që ato të rriten dhe të zgjerohen në tregjet e jashtme? Si ta evitojmë këtë, profesor? Mendimi im është që organet kompetente të rendit dhe të ligjit, dhe këtu përfshin gjykata, administratat doganore, doganat, mandej prokuroria tjera, duhet të jenë më efikase. Të lutem, ne shohim lajme ku ka keqpërdorime, miliona dalin marrin do dënime me kusht. Prokuroria, administratat tatimore, doganat e Kosovës dhe institucionet përgjegjëse do të thotë duhet të jenë kompetente që t'i detyrojnë të gjitha kompanitë që të paguajnë tatimin njësoj,
që të gjitha kompanit kur vjen puna e marrjes punëve publike të jenë të barabarta, që të luftohet nga ona e doganës edhe më tepër kontrabanda nëpër kufi, për arsye se kontrabanda përveç që po e dëmton buxhetin e shtetit, mos pagesën e tatimeve, taksave, akciza, ajo po i pengon edhe prodhuesët vendor, të cilët nuk janë të barabartë me tan treg. Dhe këto janë vetëm disa hapa fillestar, të cilët ne duhet fillojmë, domthonë të mendojmë për një ekonomi. Unë ndoshta spajtohem se Kosova po vuan për mungesë të strategjive. Kem strategji pak edhe më tepër se që don. Kosova po vuan nga zbatimi atyre strategjive, dhe ato strategji janë shumë të thjeshta. Ekonomia nuk është diçka që duhet ne ta zbulojmë, shteti në ekonominë e tregut është arbitër. Është një arbitër i cili krijon barazin treg. Nëse shteti, kur flas shteti, këtu përfshin edhe qeveria, edhe institucionet e drejtësisë, edhe prokuroria, edhe të gjitha. Nëse shteti krijon barazinë treg, atëherë vetvetiu sektori privat zhvillohet. Atëherë është e vërtetë që do të kemi falimentime të bizneseve, po do të falimentojnë ato të cilat nuk janë konkurrentë në treg. Nuk do të falimentojnë kompanitë e shëndosha, siç ndodh shpesh herë tani. Dhe do të krijohen kompani të reja, sikur ndodh gjithkund në botë për çdo ditë, të cilat do të jenë konkurrentë në treg dhe fillimisht do të dominojnë në tregun e brendshëm me pretendime për tregun e jashtëm. Po, zoti Shahini, patet shtoni diçka? Në Kosovë duhet të ndryshon mentaliteti institucional ndaj sektorit privat, që është një trashëgimni në vazhdimsi e keqe. Në kuptimin se nëse një afarist, një biznes, kërkon diçka, me në krijohet se po aje ka për veti. Natyrisht se për veti ka ose aje ka biznes. Por aje aty që është dhe duhet t'i afron shërbimin, pikërisht për që ata t'ju afron shërbim biznesit dhe ati që i kërkon qytetarit. Dhe kjo duhet të ndryshojnë nga institucionet, që në momentin kur një biznes kërkon do një shërbim nga institucionet e shtetit, ai t'ju afrohet si pas përgjegjësisë që ka. Dhe mos tentohet ose në formë birokratike të pengohet, ose forma korruptive. Këto ne kemi prezent për çdo ditë. Dhe kjo është një fenomen i keq. Në anën tjetër, sektori privat në Kosovë është pa mbështetje. Dhe gjithmonë flasëm për rrugën drejt integrimeve, gjithmonë flasëm për mëson si ne arritur dhe ne pajtohemi. Që ne kemi arrit të nënshkruajmë një marrëveshje, por të arritur të saj nuk duken. Nuk duken për arsye se bizneset dhe prodhuesit vendor nuk kanë gjetë ndonjë hapësirë më të madhe në tregun evropian për shkak të politikave aktuale që këtu zhvillohen dhe humb fuqinë konkurruese në tregun në një oqean evropian. Dhe kjo është pothuajse një nga dobësitë e politika fiskale që në Kosovë aktualisht zbatohen për prodhim vendi. Prandaj, nëse ne kemi bën një hap që kemi nënshkruar një marrëveshje, automatikisht duhet barazojnë politikat investuese. Duhet të shikojmë si kemi në vendet e tjera. Dhe vendet e tjera janë shumë të avancuar se në Kosovë. Ta marrim shembull, zoti Osmani përmendi politikat kredituese në një vend bashkimit evropian, ku një prodhues i ngjajshëm, siç është prodhuesi jonë sot këtu, ai e ka një mundësi që të investoj me një interes 0.1% apo 2% nivel vjetor, kurse këtu në Kosovë shkon në një afat shkurt mbi 10% nëse është për një afat një vjeçar. Dhe kjo është e pabarabartë. Prandaj nuk mund të jetë, nuk mund të thotë qeveria që ne kemi nënshkruar marrëveshjen dhe tash jo e keni tregun. Duhet që t'i barazojnë politikat investuese në Kosovë. I përmendëm shumë institucione qeveritare, mirë po duhet të treguar ju dhe opinionit, sepse i kishim të ftuar mysafir, por ishte e pamundur që ndonjëri tjetë i pranishëm sonte me gjitha të mvje keq, sepse i përmendëm shumë, por duhet të themi se kanë qenë të ftuar, po s'kanë ardhur në studio, nuk e di arsyen. Jemi në minutat e fundit, po zoti Shahini, sepse ju ndërpreva fjalën duke përmendur institucione qeveritare. Prandaj mbi institucionet qeveritare, shtetënore jetë përgjegjësia më e madhe. Dhe kjo duhet të ja përgjegjësi para vetë
votuesit e vetë, qytetarit vetë, para neve, bizneseve, pse nuk bën më shumë. Po, Dona, me që jem minutat e fundit, duhet ta përmbyllim shumë shpejt edhe me dy mendimet zotit Osmani dhe të Done, se Dona përmendet që në kuadër të sfidave të mijëvjeçarit, ju planifikoni të realizoni një projekt me cilin dëshironi të përkrahni sektorin privat. Cila është mënyra, e keni planifikuar tani se si do ta realizoni këtë? Sakt, na për momentin jemi duke i shqyrtu metodat dhe mundësit se si do të përfshirë sektori privat në fushat cilat i përmenda ma herët. Për shembull në fushën e energjisë do t'i shohim temat që janë pak ma relevante dhe pak ma të nxehta për momentin në të gjithë botën, siç janë energjia e ripërtërishme, energjia alternative me anë solare, me anë të erës. Do thotë këto janë ato që po i shiqojmë për momentin, mirë po nuk kemi asgjë konkrete dhe asgjë për të lajmëruar deri ka mesi i vitit 2017. Si duket një punë e madhe ju pret juve muajve të ardhshëm, sidomos në muajt e parë të vitit 2017. Urojmë të keni suksese në arritjen e këtyre rezultat, në arritjen e këtyre projekteve që tashmë po planifikoni të realizoni për vitin 2017. Zoti Osmani, kur flasim për juve si prodhues, çka pritni ju konkretisht nga institucionet qeveritare për vitin 2017? Unë paraprakisht kisha dashur ta shfrytëzoj rastin sa më shpejt që është e mundshme në rastin e pengesave për vitin 2016, po edhe për vitet paraprake, sepse ne si sektor ende jemi të ndëshkuar nga qeveria, nga institucionet tona relevante. Arsyeja është te akciza e mbrëmshme e lëngjeve, për çdo litër të shitur në territorin e Kosovës paguhet 4 centë gjys, me plot përgjegjësi po ju them që më shumë këtë rast fiton shteti, qeveria, se sa ne si prodhues. Vazhdimisht kërkesat tona dhe presioni jonë pozitiv nëpërmes asociacioneve, në këtë rast nëpërmes Aleancës Kosovare Biznesi, po dhe asociacioneve tjera, kemi artikulue edhe kemi bërë presionin tonë që spaku të reduktohet ose tullet, kjo vazhdon të jetë në fuqi, përveç MCA që ka im fuqi edhe që është dashur mos paguajmë më lëndë parë nga Evropa, ne ende paguajmë, sepse ka implikime buxhetore sipas institucioneve tona relevante. Ende paguajmë pajisje në qoftë se ato nuk vinë si linja komplete, domethënë në aspektin parcial, në qoftë se ne si prodhues dojmë avansu, dojmë shtu një aneks prodhimit teknologjisë, duhet të paguhet komplet obligimi, a qoftë se e bjen si linja komplete lirohesh. Në thonë, kjo duhet bëhet sa më shpejt që është e mundshme, të krijohet si mundësi. Po, zoti Shajne. Nuk më lejat dhe në fund të përfundoj sepse isha e fundit që në Kosovë është krijuar percepcionin në sektorin privat se biznisi më i mirë është mjeshme politikë. Dhe shiqoni trendin e kërkesave të rive për të punësuar është më shumë në sektorin privat apo në publik. Dhe kjo është në sektorin publik. Në gjitha vendet e botës, nga sektori publik ikun në sektorin privat, sepse ati është një vend më i qëndrueshëm, një vend më i sigurt dhe tek ne ndodhe kundërta. Kjo tregon që klima biznesore në Kosovë nuk është e mirë, nuk është e qëndrueshme. Kjo tregon që në Kosovë mungon ende ai trendi i rritjes së zhvillimit ekonomik në sektorin privat. Kjo tregon se në Kosovë duhet bëhet shumë dhe ka hapësirë më bë. Çdo qeveri mundet të tregohet e suksesshme nëse e ka në prioritet zhvillimin ekonomik të vendit e posaçërisht zhvillimin e sektorit privat dhe atë prodhues. Po sigurisht që edhe ne me kaq nuk do ta lëmë, sepse do të takohemi sërish bashkë në 2017 dhe do të diskutojmë vazhdimisht për gjithë shqetësimet e prodhuesve dhe bizneseve në vendin tonë dhe mënyrën më të mirë se si t'i ndihmojmë ato, si të përkrahim që ato të zhvillohen dhe të gjenerojnë sa më shumë vende pune. Faleminderit që ishit mysafir sonte, ju uroj punë të mbarë e shumë suksese, shpresoj që bashkë takohemi në 2017 sërish. Faleminderit edhe ju shikues të nderuar që u shoqëruat me ne, natyrisht në vazhdim të cilëm edhe reportazhin e përgatitur në shkollën digjitale në Prishtinë që drejtohet nga zonja Hana Qerimi. Të gjithë jemi dëshmitar të asaj se po jetojmë në një kohë kur gjithçka ndërlidhet me instrumentet e teknologjisë, si sistemi arsimor, sistemi shëndetësor, komunikacioni dhe ekonomia. Si rezultati nevojës dhe kërkesës së madhe të gjeneratës së re për njohuri mbi teknologjinë informative,
në Prishtinë u hap shkolla digjitale, ku fëmijët me anë të kurseve çdo javë mësojnë të përdorin teknologjinë informative në mënyrën e duhur. Hana Qerimi, bashkëthemeluese e shkollës digjitale, tregon se nga i erdhi ideja për hapjen e këtij kursi dhe fillimet e punës. Shkolla digjitale është një biznes i ri, i cili ka filluar në vitin 2016, në janar të këtij viti, domethënë. Fillimisht e kemi hap unë edhe Darsej Riza, i cili është partneri im në biznes. Kemi filluar si shkollë e re, po në kuptimin e kursit. Nuk është një shkollë e mirëfillt, se ka njerë po keq kuptohet në publik, mirë po shkolla digjitale ofron kurse për fëmijë të moshave 7 deri në 15 vjet. Fokusi kryesor i kësaj shkolle është aftësimi i fëmijëve në lëndën e teknologjisë informative, më konkretisht në programim ose në kodim. Ideja që ka ardhur deri te hapja e kësaj shkolle është që e kemi pa si nevojë të madhe mungesën e mësimit të mirëfillt teknologjisë informative mas pari të triturit. Unë vi prej kompanive ku kam punu si menaxhere projekteve të IT-s, të teknologjisë informative, gjithashtu dhe partneri im është me prapavi në shkenca kompjuterike, edhe sfidat më të mëdha të tregut punës kanë qenë mungesa e njohurive të mirëfillta në këtë lëmi. Kështu që për me ataku direkt problemin, kemi menduar që muj me ofru një zgjidhje të fillu prej fëmijëve. Nëse mësohet diçka prej fëmirisë, atëherë fryti në të ardhmen është shumë më i mirë. Kështu që kemi filluar me shkollën digjitale në janar të këtij viti, në fillim me vetëm një klasë. Atë klasë e ka mbajt Darsej, partneri im, i cili është marrë me ligjërim. Fillimisht ajo është trajnu për plan programin cilin na e ofrojmë, që është një plan program amerikan, që nuk është ofru ma herët se që kemi ekzistuar në këtë treg. Darsej ka mbajt atë klasë me diku 7 grupe. Në fillim kemi pas 80 nxënës aktiv kur kemi fillu, që është një fillim i hovshëm, edhe aty kemi pas që interesimi është shumë i madh. Kemi mendu që kemi me pas sfida më të mëdha, të e marrë parasysh që programimi është një landë e re, edhe është pak e çuditshme kur thuhet programim për fëmijë ose teknologji informative për fëmijë, mirë po e kemi pas që interesimi është shumë i madh. Atë klasë, mandej e kemi zgjeru matutje edhe në bas nevojës edhe jemi përshtatë. Plan programi më të cilin funksionon shkolla digjitale është i inkuadruar si plan programi rregullt në shkollat fillore në Britaninë e Madhe dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky plan program është i përpiluar nga organizata Code. Programin e kemi të njëjtë me organizatën Code, që është një organizatë amerikane, e cila funksionon në Amerikë, po edhe në disa vende tjera të botës. Modeli ka qenë kryesisht prej kësaj organizate. Mirë po në rajon nuk ka ekzistuar diçka e tillë e cila është marrë me plan program të organizatës Code. Ky plan program përfshin mësimin e logjikës të programimit. Të ne në shkollën digjitale, masi funksionojmë me këtë plan program, fillimisht fëmijët kalojnë në 3 nivele fillestare, të cilat zgjasin secili nivel deri në 2 muaj e gjys, edhe mësojnë për logjikën e programimit. Mësojnë me mendu si programer, jo vetëm me kopju diçka, me kriju një program të marrë. Mirë po mësohen të kryojnë vetë. Ndërsa në nivelin e 4 e kemi një plan program i cili e mëson fëmijën të programoj me gjuhën programuese Scratch, e cila është gjuhë programuese dedikuar specifikisht për fëmijë. Plan programi nuk mbaron pas 4 niveleve, plan programi vazhdon edhe matutje. Është diçka që na e kemi avancu të e pa kërkesën edhe nevojën e madhe dhe interesimin e madh të fëmijëve. Kështu që pas 4 niveleve të cilat zgjasin diku deri në vit akademik, shkolla digjitale ka avancu plan programin në robotik dhe në elektronik. Unë e përmenda grup moshën e fëmijëve 7 deri në 15 vjet, mirë po kjo grup moshë ndahet në shkollën digjitale pas 1 viti, ata profilizohen në 2 degë të ndryshme. I kemi fëmijë të cilët janë 7 deri në 12 vjet, edhe 13 deri në 15 vjet, të cilët mësojnë gjëra të ndryshme pas 1 viti akademik. Këta fëmijë të cilët janë më të vegjël vazhdojnë me elektronikë dhe robotik bazike. Kur po flas elektronikë dhe robotik, edhe këto janë plan programe amerikane, të cilat janë
më të fundit në tregun global. Flasim për Little Bits, Arduino ose Lego EV3, të cilat janë plan programe të reja në tregun e Kosovës, të cilat i ka fut shkolla digjitale. Ndërsa fëmijët e moshave 13 deri në 15 vjet kalojnë në për robotik dhe në për elektronik, mirë po avancojnë në gjuhë programuese, e cila është gjuhë për të rritur, siç është JavaScript. Po flasë çdo muaj, interesimi është rrit edhe është rrit, kështu që ka ardhe nevoja për neve me u rrit si biznes edhe me kriju hapësira. Nga një laborator të cilin e kemi pas të pajisur me kompjuter, sot i kemi në Prishtinë, po flasë 7 laborator, edhe diku afër 80 kompjuter të cilat janë në dispozicion për fëmijë. Interesimi gjatë gjithë kohës ka qenë rritje, kështu që nga 70 fëmijë sot numërojmë afër 600 nxënës aktiv në shkollën digjitale. Vlen të theksohet që tash shkolla digjitale prej muajit tetor operon gjithashtu edhe në Ferizaj, ku e ka një klasë aktive edhe i ka gjithsej 8 grupe aktive. Pse ka ardhur nevoja deri te zgjerimi në qytete tjera, është se gjatë gjithë kohës kemi marrë kërkesa kryesisht prej qyteteve të cilat i kemi në afërsi, si Ferizaj, Gjilani, Mitrovica, Prizreni, edhe kemi pas fëmijë të cilët u thonin prej Ferizajit kryesisht, kështu që si pikë ardhshme të rritjes së biznesit e kemi pa qytetin e Ferizajit. Edhe atje interesimi është i hatashëm, fëmijët veç se janë vedisu për këtë çështje, mos flas fëmijët, po edhe prindrit. Padyshim se teknologjia asnjëherë nuk do ta zëvendësojë mësuesin, por do t'i ndihmojë që nëpërmjet ilustrimeve dhe testimeve online, mësimet të jenë më të kapshme për fëmijët. Ligjërues në shkollën digjitale janë pika kryesore e jona. Janë ata të cilët e ofrojnë cilëtetin edhe ata të cilët e ofrojnë krejt diturinë e tyre të nxënësit. Të gjithë ligjërues në shkollën digjitale janë me prapavit të shkencave kompjuterike, gjithashtu janë të certifikuar për plan programin të cilin e ofrojnë, duke marrë parasysh që këtë plan program nuk kanë pas rast që ta mësojnë diku ma përpara, kështu që është kërkesë e shkollës digjitale që së paku 3 muaj praktik të mbahen para se të fillojë ligjërimi dhe gjithsesi certifikimi në plan programin të cilin ne ja ofrojmë. Shkolla digjitale sot numëron një staf prej 18 punëtorëve. I kemi 4 persona të cilët janë të angazhuar në administratë, menaxhojnë grupet, krijimin e grupeve, merren me klientët që vinë gjatë gjithë kohës, ndërsa pjesa tjetër është stafi profesional i instruktorëve. Sipas Hanës, objektivi kryesor i shkollës digjitale është edukimi i fëmijëve në aspektin e teknologjisë informative. Kultura e teknologjisë është shumë e rëndësishme dhe këtë fëmijët e kanë kuptuar tashmë. Suksesi më i madh dhe motivimi më i madh për neve si shkollë digjitale që të vazhdojmë në këtë rrugë janë prindrit të cilët vinë gjatë gjithë kohës dhe na tregojnë për shtypjet e tyre në lidhje me shkollën. Na tregojnë që fëmijët në shtëpitë e tyre po janë në gjendje të krijojnë programe, po përveç tjerash edhe kohën të cilën ata e shpenzojnë në për teknologji informative, tash e kanë kthyer në kohë efektive. Është diçka motivuese për ne të na tregojnë që fëmijët po vinë me dëshirë. Kemi raste që fëmijët kërkojnë të rinë shumë gjatë mbas përfundimit të orës, mirë po kemi edhe fëmijë që vinë shumë para orarit të cilin e kanë, edhe kjo është një kënaqësi që ne e shohim te ata fëmijë që po e përjetojnë gjatë mësimit. Përveç aktiviteteve të rregullta, fëmijët shkollën digjitale kanë edhe aktivitete për mu socializu, për me pas shoqërinë mes veti. Organizojmë net ku fëmijët shohin filma teknologjik. Nuk është vetëm ideja për me shiku një film, po edhe me mësu diçka për ati filmi. Kemi raste kur kemi pa filma rreth zbuluzve të teknologjisë informative. Është interesant, se krijon edhe debate rreth teknologjisë, edhe i shohim kapacitetet e fëmijëve tonë, se sa ka njohuri të përgjithshme në këtë fushë.
Po kemi raste gjithashtu kur prind po na tregojnë që fëmijët e tyre kanë filluar edhe ta monetizojnë njohurinë e tyre të marrë në shkollën digjitale. Kemi prind që po na tregon që fëmija i tij po i rregullon kompjuterat në kompaninë e tij, ose kemi fëmijë që po tregon që të gjithë kojshive në ndërtesën ku jeton po ju rregullon programet kompjuterike. Këto janë diçka që na i marrim si shembuj të suksesit, mirë po suksesi jonë më i madh është kur e shohim që një fëmijë po din me logjiku edhe po din me mendu si programer. Na ja u japim të gjithë hapësirën e nevojshme që ata të shprehin kreativitetin e tyre. Kështu që kur po i shohim ato duke lulëzu, po është një kënaqësi shumë e madhe për neve. Ideja pse shkolla digjitale është titulluar në këtë mënyrë si shkolla digjitale është pse nuk e kemi pas synimin që të ofrojmë vetëm programim për fëmijët, mirë po një edukim të mirëfill të teknologjisë informative për fëmijët tonë. Shkolla digjitale i mëson fëmijët jo vetëm programim, ne kemi edhe pjesën e librave punuese të cilat ja u ofrojmë, edhe shumë herë vizitorë që i kemi qëllojnë në ndonjë orë ku fëmijët nuk janë duke koduar në kompjuter, mirë po janë duke punu diçka edhe në libër. Kështu që aspekti i kulturës digjitale është diçka që na e synojmë. Po flas këto kulturën digjitale, që ata të dinë si të sillen në internet, përveç qytetarisë digjitale ku ata mësojnë se si të sillen në rrugë, sot është shumë e nevojshme që të mësohet edhe sjellja në internet, pas që shumicën e kohës po e kalojmë edhe në internet. Prapa sukseseve që po gëzon shkolla digjitale, qëndrojnë edhe vështirësitë me të cilat ballafaqohen udhëhecit e saj. Sfidë tjetër përveç hyrjes në treg me një plan program të panjohur më herët për tregun e Kosovës, edhe me nocionin programim për fëmijë, e cila ka qenë sfidë në vete, sfidë tjetër ka qenë edhe largimi nga punat të cilat ne i kemi pas, edhe unë edhe partneri im. Na vim për një sektorit me një eksperiencë në teknologjinë informative. Të dytë, kemi pas puna, pozita të mira, paga të mira, një rahati e cila jo gjithmonë është e lehtë të rrezikohet. Mirë po duke e pa interesimin e madh mbi këtë fushë edhe suksesin fillimisht të cilin po e përjetonte shkolla në atë kohë, e kemi marrë dhe atë hap në jetën tonë, edhe tashmë jemi të fokusuar totalisht. Sa i përket drejtimit të biznesit nga unë si femër, në këtë rast, unë nuk jam shumë idhtare asaj pjesës të viktimizimit të një femërës që vetëm se jam femër, po kam sfida shumë të mëdha. Ndoshta sfida më e madhe është një 5 minutë shumë fillim kur njoftohesh me dikon dhe i thu që jam pronare e biznesit, mirë po ajo të i kalohet shumë shpejt. Ndoshta në qatë 5 minutë që kanjere ndodhin paragjykime, mirë po them prapë të i kalohen. Sfida tjera nuk, me thonë drejtën, nuk kam pas, vetëm për faktin se jam femër. Mendoj që çdo femër ose grua sot me punë edhe me vullnet mundet me arrit edhe mos me e bo dallimin në mes të femrës edhe mashkullit në aspektin e biznesit. Rëndësi të veçantë shkolla digjitale jep edhe organizimit të orës së kodimit. Ora e kodimit, ndoshta së fundmi e keni pa edhe nëpër media tona, është një iniciativë globale e cila është iniciuar fillimisht nga organizata Code në Amerikë. Ora e kodimit e ka për synim kryesor ofrimin e një orës pa pagesë të kodimit për të gjithë fëmijët të cilët dëshirojnë ta provojnë se si është kodimi ose si është programimi. Për këtë vit, më konkretisht javën e kaluar, shkolla digjitale ka përfunduar këtë javë me sukses, edhe e ka ofruar këtë orë të kodimit për të gjithë ata që kanë dashur ta provojnë pa pagesë. Vlen të theksohet që gjatë kësaj jave ne kemi pranuar një numër shumë të madh të nxënësve të shkollave fillore të Kosovës, diku mbi 600 nxënës kanë qenë gjatë gjithë kohës duke hyrë, duke dalë nga shkolla digjitale për
qëllimin që ta aprovojnë këtë orë të kodit. Mësimi për teknologjinë informative është bërë pjesë e përditshmërisë, edhe pse në vendin ton ende nuk është në plan program për shkollat fillore, andaj mos e humbisni mundësinë në mënyrë që fëmijët tuaj të mos mbesin prapa në këtë drejtim. Shikues të nderuar, kështu pra bëm bashkë edhe reportazhin e realizuar në shkollën digjitale. Ju urojmë suksese Hanes në zgjerimin e gjithë shkollës digjitale dhe për punën që po bën. Faleminderit edhe ju të nderuar mysafir që ishit sonte këtu. Natyrisht ju uroj suksese, ju uroj vitin e ri 2017 me shpresën që 2017 kur diskutojmë ne bashkërisht për zhvillimin ekonomik të kemi edhe më shumë rezultate edhe natyrisht diskutime më të frytshme për gjithë të arriturat që do të bëhen. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe ju shikues të nderuar që u shoqëruat me një natën e mirë.